Ne femrat shqiptare le të kemi fshesa elektrike në shtëpi. Nëse nuk i shkundin pak tapetet jashtë, nuk gjem qetësi apo jo. Sot do ju marr me vete në rutinën time. Pasi çova Aronin në shkollë me vrap në shtëpi, gjëja e parë që kisha në plan ishte larja e sobës sepse vërtet kishte nevojë. Aplikova detergjentin dhe e lash të veproj për 15 minuta, më pas me ndihmën e një sfungjeri u bë dritë. Unë mbaja veten sikur mbaja detergjent cilësor në shtëpi, të them të drejtën, madje dërgoja edhe mamit edhe vjerrës, por pasi provova detergjentet profesional nga Gjem Chimica Ballkan, aty kuptova cilësinë e vërtet, ndaj vajza ju a sugjeroj ti provoni. Tualetin e kisha të pastër, por këto rubinetet u kishe ikur pak shkëlqimi të shkretave, kështu që kishin dhe ato nevojë. Doja ta mbyllja me kaq, por shirat e fundit i kishin bërë xhamat nuk shiheshin me sy, të paktën në sytë e mi, pasi për tim shoh që ishin shumë mirë ashtu siç ishin. Nisa të bëja një pjesë dhe si përfundim përfundova të gjitha. Dhe pas gjithë këtyre duke u vërdallisur në shtëpi, ishte bërë edhe dyshemeja për t'u larë, kështu provova dhe detergjentin e ri që kishte një aromë fantastike. Dhe teksa isha drejt përfundimit, po shkonte ora për të marrë Aronin, po mendoja se çfarë të vendosja për drek dhe vendosa të gatuaj thjerza. Më mbetën pak minuta për të shijuar një kafe turke. Ju përshëndes.